Çështja që shtrohet është nëse do të marrim të tre elementet bashkërisht, elementin e sistemit proporcional kombëtar, pragun 5% dhe uljen e numrit deputetëve, gjasat që partitë e reja jashtë koalicioneve me 2 nga partitë e mëdha prodhojnë mandate në parlament janë vogla. Ju shpjeguat shumë mirë, duket që avantazhuara përsëri ngel Partia Demokratike, për arsye sepse në krahun e majtë të spektrit, e përjashtim të Partisë Socialdemokrate, që nuk e dim se sa do jetë interesi PS-s për ta mbajtur politikisht mbijetuese këtë parti, në krahun e djathtë është mundësia për të bërë një koalicion parazgjedhor me Partinë Demokratike, duke ruajtur natyrisht edhe siglën, duke ruajtur edhe identitetin e forcave ndryshme të djatha dhe duke shumë fishuar rezultatin temi në raport me politikisht në një le të themi gjendje e laboratorike ti ke drejt. Është kështu. Problemi është Partia Demokratike ka një problem specifik që quhet Sali Berisha. Dhe problemi specifik Sali Berisha krijon dy ndasi të mëdha. Nëse ti do të shfutesh një koalicion me Partinë Demokratike, detyrimisht do të pranosh Sali Berishën si drejtuesin e opozitarizmit në Shqipëri, dhe nëse ti nuk do të futesh një koalicion me Partinë Demokratike, çështja që shtrohet është a do të jesh ti në gjendje apo jaftë të prodhosh mandate deputeti? Po pse mos futesh koalicion me Partinë Demokratike të drejtohen nga Sali Berisha? Kush është problemi? Nëse në fund ditës ti ruan votat e tua, hyn në kuotat e tua, me aksionet e tua dhe shpërblesh në bazë të numrit të votave që ti do marrësh. Pavarësisht dashjes apo mos dashjes personale, pëlqimit apo mos pëlqimit personal. Nuk është çështje pëlqimi personal, është çështje pritshmërie politike. Do të thotë, a është Sali Berisha njeriu i cili duhet të rikthehet në pushtet në moshën 85 vjeçare kur të jenë zgjedhje viti 2027, 2029? Kjo është pyetja reale politike, dhe a do të mundet ky njeriu të vinë në pushtet? A është ky individi njeriu që ka vullnetin për të ardhur në pushtet? Personalisht mendoj që Sali Berisha nuk don të jetë më në pushtet në Shqipëri. Ka shumë kohë që ai refuzon të bëjë betejë për të fituar pushtetin. Është një person i cili ka për një qëllim të vetëm, të jetë drejtuesi politik, shpirtëror, ligjor i opozitës, ruaj këtë pozicion pa sfiduar realisht kur pushtetin e Ramës. Sa prezumime zotë këto Visaj po bën çdo të hënë, bën takime në bulevardin e Tiranës, bën protesta çdo 15 ditë. Dhe cili nga këto veprime ka prodhuar një efekt në raport me cënimin e pushtetit të Ramës? Problemi i pushtetit të zotit Rama është kompleks. Pra, nga fakti që është 200.000 administrata publike, shumë dakord. Politika populiste, nuk e heq asnjë presje asnjëri për këtyre faktorëve. E megjithatë, detyra e opozitës është që të sfidojë një pushtet edhe të mbipustetshëm dhe të krijojë ato që janë. Edhe kur s'ka zgjedhje të lira dhe ndeshme? Në çdo rast. Opozita nuk mund të fshihet mbas asnjë le të themi pretendimi apo shkaku apo interpretimi që zgjedhjet janë të ndershme, pushteti është i mbipustetshëm, sepse në të kundërt ti e humb funksionin që ke si opozitë. Funksioni i opozitës është ta sfidoj pushtetin në çdo rast, edhe kur janë kushtet e një regjimi thelbësisht autokratik apo diktatorial. Dakor, zoti këtu po kam një kundërpyetje pastaj. Dolën disa formacione të reja politike në zgjedhjet e fundit parlamentare, të cilët ishin kundër Ramës dhe Berishës. Dhe dolën si një alternativë, disa si alternativë djathtë. Një nga formacionet ishit KDU-a Deronit, një pjesë dolën si parti të qendrës apo parti të krijuar Aristazi, shpesh me tone populiste dhe morën një vot impresionuese, rreth 150-200.000 vota të gjitha së bashku, pra ata që nuk votuan as PD-n as PS-n, të themi, por nuk mjaftuan, hiq do një përjashtim për nxjerrje një apo dy deputet, të tjerat nuk arritën dot të krijonin një masë kritike për të prodhuar numër deputetësh. A është një leksion që ndoshta ajo që thonë politikanët shqiptar shpesh, qoftë Rama, Berisha dhe të tjerë, që ne jemi aty se populli na voton dhe realisht i voton. Pra, një palë merr 700-800.000 vota, një palë tjetër merr 500-600.000 vota. Absolutisht po, populli i voton. Nuk është ky problemi. Problemi është si e bind ti popullin që të mos t'i votojë.